famat din me konë kanë edhe keqe. Po, unë menoj se të ndryshon. Antigon, krejt të thamë, edhe oj si tha kam provu mus me ndryshu, me të po e njejta, dikush tha ndryshon për të mirë, dikush tha ndryshon për të keq, po nuk është edhe ndryshon. Se unë e thash në fillim, mrena nuk ndryshon njëri, po ndryshon edhe perceptimi tjerëve. Njerëzit shohin me një sy tjetër, edhe fillojnë ata me ndryshu qasjen ndaj teje. Edhe automatikisht kemi ndryshu edhe ti. Se nuk është e ti ki ndryshu, se ti njëti person që e se i konë për para një vitit, nëse e ki bo një vepër arti, që ajo vepër arti të ka bo të famshëm, po të jeta nuk është të ka ndryshu në gjë, ose e ki bo një kong, ose një videoklip, ose e ki fitu një ndeshje ma te për sportist, ose në politik ke më rrimu bo deputet para një viti, nuk i konë deputet, tash i bo deputet, ose i bo politikan, nuk është të ka ndryshu ty mënyra jetës, ti prap je njëti, po është edhe perceptimi tjerëve. Jo të krejt. Për vojat e mia flasim për njerëz të cilët janë bot famshëm dhe janë bashkë shumë arroganta. Pikërisht. Unë mendoj që fama e tepër të nxjerr thjesht atë që ke brenda. Jo, dikur lodhesh prej famës. Fama është sikur ti bëhesh i famshëm për shkak të një pune që jetë e bën. Jetë e bën një punë mirë, ose i të bën edhe keq, se ka edhe famë të keqe. Po, TikTok për shembull marrin famë njerëzit pse dojnë ta marrin. Kushtimisht mund të bëhen famshëm ka njerëz që u bë sepse mendoj se njerëzit mendojnë se rruga më lehtë drejt suksesit edhe drejt mirëqenies është të jesh i famshëm. Por kjo gjë ndonjëherë unë mendoj se duhet kesh karakterin shumë fort që të arrish të mbash një ekuilibër mes respektit që ke pas dhe më përpara për njerëzit dhe a ka të bëjnë kjo me respektin që kemi për veten? Po, patjetër. Mas pari respekt për veten, pastaj për të tjerët. Por fama më përgjithësi, për shembull, mu më ka ndodhur se kam pas punë me njerëz të cilët nuk kanë qenë ndoshta të thirrur me u bë të famshëm. Mvaret e si, për shembull, nëse flasim për aktrim, dush me u marrë me aktrimin, me studiu, me shku në për teatra, me u marrë me aktrimin që mu bë aktor. Kurse unë kam punu me njerëz të cilët kanë ardhur thuajse direkt për rrugë drejt në skenë edhe e kanë fitu famën. Unë i kam pa që kanë ndryshu shumë. A ka prej atyne që janë... Mos fama kur vjen në moshë të re. Ka prej atyne që janë më të kujdesshëm edhe e vlerësojnë edhe ja dinë vlerën edhe pse nuk është i përgatitur paraprakisht për mu bë i famshëm. Ka prej atyne që e vlerësojnë shumë edhe si shprehje jone ja dinë kimetin. E vlerësojnë shumë ma shumë, se sa prej atyne, se gjasat janë bile nëse je i shkollum shumë edhe je profesionist i kësaj fushë, gjasat janë më konë arrogant pak ma shumë. Ashtë të thamë arrogant, se s'ka arsye me konë arrogant, po një farloj prepotenti, se ta jep një farloj autoriteti vetë edhe të mrenshëm tani. Edhe je i famshëm të populli, po edhe ki edhe një farloj autoriteti të mrenshëm se ki punu i përgadit për me konë që shto.